Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot do të trajtojmë një temë që ditët e fundit është përmendur gjërësisht në media ndërkombëtare dhe ka zgjuar interesim edhe tek publiku në vendin tonë. Pra bëhet fjalë për hantavirusin. Diskutimet dhe informacionet që kanë qarkulluar kanë ngritur shumë pyetje lidhur me këtë virus, mënyrën e transformimit dhe rrezikun që ai mund të paraqesë për shëndetin e njeriut. Për të kuptuar më afër se çfarë është realisht hantavirusi, cilat janë simptomat, si transmetohet dhe sa duhet të shqetësohemi, në vazhdim do të zhvillojmë një bisedë me mjekun Kristian Lëgjuraj. Po, hantavirusi, në fakt, është një virus I cili nuk është I ri, për ne, herën, është zbuluar në vitet 70-ta të shekullit kaluar, pikërisht pas luftës së Koreas, pra në atë kohë është parë, se ka qenë pra një shpërthim I kësaj sëmundje tek kushtarët dhe më pas pra është zbuluar pikërisht dhe rezervari I këtij virusit, I cili ka qenë pra brejtësit lokalizuar pra në afërsi të lumit Hartan. Pikërisht në bazë dhe emrit të këtij lumit ka marrë dhe emrin pra dhe ky virus. Pastaj me kalimin e viteve dhe dekadave ky virus apo edhe variantet e tjera të këtij virusit janë zbuluar edhe në kontinente të tjera, në Evropë, në Amerikën e Veriut dhe në Amerikën e Jugut. Edhe tek ne është pranishëm, pra janë pranishëm 2 variante të këtij virusit. Ndër këta, njëri nga këta pra është edhe më rrezikshëm njëkohësisht edhe në Evropë, jo vetëm tek ne, sepse ka një mortalitet apo vdekshmëri deri në 40%. Kurse pastaj kohët e fundit pra që është mediatizuar, pra apo ka marrë vëmendje më të madhe është virusi I antëve, pra pikërisht është pjesë e këtyre hantavirusit. Ky është një virus I cili është akoma edhe më I rrezikshëm, fakt, sepse vdekshmëria nga ky virus është deri 40 deri në 50%. Kështu që është më serioz dhe është I vetmi në fakt virus I cili mund të përhapet edhe nga njeriu tek njeriu, pra mund të përhapet nga njerëzit. Gjithë këta virusa të tjerë pra përhapen vetëm përmes brejtësve, pra brejtësit janë rezervari e këtij virusit. Kush janë grupet më të rrezikuara nga ky virus? Po, të rrezikuar janë ata të cilët mund të kenë kontakt për shembull me pikërisht me brejtësit të cilët janë të infektuar. Këto për shembull mund ndodhen në zonat rurale, për shembull vendet e plotëzuara. Në këto zona janë pikërisht të pranishëm këta brejtësit të cilët janë të infektuar me këtë virus. Ato pastaj mund të futen në kasolla të ndryshme apo në magazina, në bodrume dhe në këtë mënyrë përmes mbetjeve të tyre apo sekrecioneve siç është shpëtimi, urina, jashtësitja apo feçet, në këto pra ndodhet ky virus, I cili më pas këto grimca, sidomos gjatë pastrimit të këtyre ambienteve, për shembull gjatë pastrimit të ambienteve me fshesa apo me mënyrë jo të duhur, këto pjesa ngrihen në ajër dhe në këtë mënyrë ne I inhalojmë dhe kështu pra edhe infektohemi. Virusi, ditët e para pastaj ky virus kohën e të cilin pra ose periudha inkubacioni, koha nga infektimi deri tek shfaqja e simptomave mund të variojë nga java e parë, pra nga një javë deri në 8 javë, pra mund të jetë koha e inkubacionit, pra kur personi është infektuar por nuk shfaq simptomat. Zakonisht në shumicën e rasteve kjo periudhë është 2 deri në 4 javë. Fillimisht pra këto simptoma pastaj janë në stadiet e para janë ngjashme me viruse të tjera siç është gripi, pra mund kemi lodhje trupit apo dhimbje muskujsh, temperaturë, ethe, drillura, më pas javës parë apo zakonisht pas 7 ditëve,
Është stadi tjetër i cili është dhe stadi më rrezikshëm tek ky stad, tek virusi i cili është tani në qarkullim në media, pra antivirus, komplikohet me sindromen pulmonare. Kjo do të thonë virusi në sistemin, pra hyn fillimisht në sistemin respirator përmes inhalimit dhe pastaj vendoset në shtresën e brendshme të enëve të gjakut dhe këto pikërisht në këto qelizë ajo bën dëmtime të cilat më pas çojnë në përgjigje të sistemit imunitar dhe kështu do kemi rrjedhje fillimisht të lenzëve jashtë enëve të gjakut dhe kjo do na çojë pastaj në rënje të tensionit, njëherë në anë, kurse nga ana tjetër në edemin pulmonare apo siç e quajmë mbushjen e mushkërive me ujë. Nga mbushja e mushkërive me ujë pastaj do kemi rënje të oksigjenit, si dhe nga ana tjetër rënja e tensionit do na çojë në shok dhe të gjitha këto komplikime me agravimin e smundjes do çojnë pa deri në vdekje, e cila shpeshherë rezulton pas 7 apo 10 ditëve nga fillimi i simptomave. Mas shumë të deri në 2 javë. Po mund të ngatrohen këto simptoma me ndonjë virus tjetër apo me gripin sezonal? Mund të ngatrohen shumë lehtë, sidomos në fazat e para, por siç e thash, më pas shenë bën shumë më dukshëm, do të thënë situata vjen duke agravohuar shumë shpejt dhe prandaj sidomos pas ditës 5 zakonisht fillon ky agravimi i smundjes, e cila e bën më së qartë se kemi të bëjmë me diçka më serioze se sa një ftohtë thjesht apo sa një grip. Sipas jush, a ka vend për shqetësim në rajonin tonë apo bën fjalë më shumë për një kujdes të shtuar dhe informim korrekt? Po, fillimisht tash për tash nuk ka ndonjë rrezik për përhapjen e kësaj smundje në vendin tonë, por as në nivel global të apo ndonjë vend tjetër, personat të cilët kanë qenë tani janë në karantinë tani dhe pjesa tjetër pra nuk është rrezikuar, sepse nuk është nga ana tjetër ky virus ka vdekshmëri të lartë, domethënë kush infektohet me ta, por transmetimi nuk është edhe aq i lehtë, për shembull, siç mund të jetë tek ftohja e zakonshme apo tek gripi apo koronavirus, domethënë kjo është shumë më vështirë që të infektohen njerëzit, pra duhet një kohë më zgjatë, një kontakt pra me kohë zgjatë më zgjatë me personin e infektuar për të bërë për këtë smundje, pra nuk është se është një smundje lehtësisht e transmetueshme, kështu që për momentin nuk ka vend për panik, për ndonjë përhapje më zgjatë. Kështu që sa rëndësishme është diagnostifikimi në kohë të hershme në rastet e tilla? Është kritik, domethënë edhe me gjithë kujdesin shëndetësor, pa me gjithë kujdesin shëndetësor dhe shërbimet e mjedisit intenzive, të cilë përfundohen këta pacient, prapë rreth 40 deri në 50% e pacientëve nga kjo sëmundje vdesin. Por siç e thash edhe më përpara, viruset hantaviruset të cilat janë këtu tek ne kanë vdekshmëri më të lehtë dhe kanë një klinikë ndryshme nga kjo, kështu që hantaviruset tek ne është prezent, domethënë gjatë 10 viteve të fundit kanë qenë 44 raste zësejt, por fatmirësisht asnjë rast nuk ka përfunduar me vdekje. Kështu që forma këtu të ne janë prapë më të lehta. Janë 2 variante. Varianti i parë ka rrezikshmëri më të lartë, por prapë dukshëm më klinik më të lehtë dhe mundësi më pak për komplikime më të rënda. Qartë. Çfarë masash parandaluese rekomendohen? Po kur masat të parandaluese janë për shembull kur vjen mbetje për shembull nga brejtësit, nga mejt ndryshëm, pastrimi është fillimisht duhet të aeroset ambienti paktën 30 minuta deri në orë, domethënë të lihet ventilohet aerosja ambientit, më pas është rëndësishme pra se që cekën më parë pastrimi mos bëhet me fshes apo me fshes më korrent në mënyrë që mos të përhapen në ajër pjesët të kontamininuar me virus, por të bëhet me dezinfektim dhe me ujë, pra të pastrohet vendi. Pashtu
paraprakisht është e rëndësishme se të vendoset maska, para se të hyjmë në këtë ambient dhe të bëjmë pastrimin, të vendosim maskat dhe dorezat. Në këtë mënyrë e ulim dukshëm mundësinë për të infektuar. Sa ndikon sipas jush keq informimi në rrjetet sociale kur flitet për viruset dhe epidemi? Po, tani, duke qenë se jo shumë lartë kemi pas koronavirusin dhe sigurisht se njerëzit janë bërë më të ndjeshëm, besoj. Janë më të ndjeshëm, ka se një izolim i vendit komplet, por besoj se popullatën përgjithësi besoj se din të zgjedhin burime dhe jo mos të marrin informacione nga lloj burimesh, por nga burimet zyrtare, nga institucionet shëndetësore dhe kështu me radhë, kështu që nuk besoj se duhet të jetë ndonjë problem kjo. Kështu që përfundua edhe një mesazh nga ju për gjithë sa i përket këtij virusi, por edhe për shëndetin e përgjithësi, për shikuesit e televizionit bojnë, por edhe për rëndësinë nga burimet e sakta pra dhe profesionistë. Po, është për viruse dhe për sëmundje infektive në përgjithësi, rëndësi kyçe ka mbajtja e higienës. Mbajtja e higienës dhe kjo është mënyra kryesore në cilën mund t'i parandalojmë, domethënë këto viruse. Pastaj, sa i përket zgjedhjes së burimeve, ajo është mesazh i qartë se burimet duhet merren vetëm nga institucionet shëndetësore dhe nga profesionistët e sektorit shëndetësisë dhe jo nga lloj influencërash, siç e themi kështu, por nga burimet të cilat janë sigurta.